Përshëndetje për të gjithë, unë quhem Mika Siqeta dhe jam nxënëse e shkollës Shqiptar Munduraku në Prizren. Sot do të vazhdojmë një seri intervistave që kemi filluar dhe po e zhvillojmë javë për javë, dhe këtë javë kam nxënësen Rizora Avoti për intervistë që është nga klasa e 6. Përshëndetje Rizora dhe mirë se erdhe. Rizora, po vazhdojmë me disa pyetje dhe si pyetjet e para kam si ndihesh që je pjesë e klasës së 6 dhe çfarë të pëlqen më së shumti në shkollën tonë? Ti jesh pjesë e klasës së 6 është diçka shumë e mirë sepse çdo ditë mëson gjëra të reja. Diçka që më pëlqen më shumë në shkollën tonë janë rregullat e shkollës. Po më mirë që pëlqejnë janë shumë pozitive në shkollën tonë, pra që janë edhe rregullat. Cila është kënda e preferuar e jote dhe pse të tërheqim së shumë fjalë? Lënda ime e preferuar është matematika sepse më sfidon me detyra dhe më bën të mendoj më shumë. Po marrë mendje se dhe për këtë arsye ke hyrë në garat olimpike të matematikës, ku ke marrë dhe vendin e dytë pashë në nivel të Kosovës. A ke marrë pjesë në ndonjë aktivitet shkollor, si për shembull në një garë, projekt, aktivitet kulturor ose ndonjë aktivitet sportiv? Edhe si ka qenë përvoja jote gjatë zhvillimit të këtyre aktiviteteve? Po, kam marrë pjesë në shumë gara në aktivitete sportive, si për shembull në garët e gjeografisë për ndërtesë të 17 shkutit, me bashkëpunim me klasën zura vendin e dytë. Kam marrë pjesë edhe në gara sportive, këto më kanë motivuar më shumë dhe më kanë bërë më të fortë për të vazhduar më përpara. Çfarë përvoje ka qenë kjo për ty, do të thotë pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme? Ishte një përvojë shumë interesante për mua, sepse ishte e hera parë që merrja pjesë në gara ose aktivitete sportive. Shpresoj që do të vazhdosh me sukseset e tua. Çfarë të motivon më së shumti të mësosh dhe të arrish rezultatet e mira? Sukseset e mira më motivojnë më shumë që të mësoj më shumë dhe të bëj krenar prindërit dhe mësimdhënësit e mi. Shumë përgjigje përkot. Si organizon detyrat dhe kohën pas mësimit? Fillimisht pas mësimit pushoj pak, pastaj përfundoj detyrat. Mundohem të përfundoj me kohë dhe të kem kohë edhe për aktivitete të tjera. Që ti pra ti përfundosh më dhe të jeni sa më e lirë. Edhe si pyetje të fundit Rizona, cili është synimi yt apo ndonjë ëndër që do dëshiron të arrish në të ardhmen tënde? Ëndra ime është që të kem një profesion ku mund t'i përdor aftësitë e mia në atë profesion. Edhe cili është, pa më që se ke dhe profesionin, cili është profesioni që dëshiron ta kish në të ardhmen dhe pse të pëlqen ai profesion? Arkitektura është profesioni që kam dëshirë ta bëj në të ardhmen, sepse më pëlqen edhe matematika, jam e aftë në matematikë dhe më pëlqen edhe si profesion. Shpresoj Rizona që në të ardhmen tënde ta realizosh ëndrrën që e ke. Faleminderit shumë që ishe pjesë e intervistës, faleminderit edhe ju që na ndoqët shikues të dashur. Intervistat e radhës do t'i ndjekni në Media Prasim Albania Education.